Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues të Euronews Albania. Do të vazhdojmë të diskutojmë për impaktin që ka në Ballkanin ton problematik konflikti Rusi-Ukrainë. Unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Prishtina të na bashkohet analisti i njohur zoti Ilir Ibrahimi. Zoti Ibrahimi, ju falenderoj që për herë të parë jeni në Balkan Talks. Shumë mirënjohës. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Ju falenderoj unë. Dhe në lidhje direkte nga Shkupi në Maqedoninë e Veriut, unë kam kënaqësinë që të kem sërish për herë të parë në këtë emision analistin Besim Nebiu. Besim, të falenderoj që gjete kohë për të na u bashkuar. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Ilir, doja që ta fillonim së bashku këtë pjesë të dytë dhe pyetja është e drejt për drejt. Si e shikoni ju Serbinë dhe Kosovën në këtë situatë ashpër konflikti të një lufte të mirëfillt? Janë të shumtë analistët që nënvizojnë që ballafaqimi që po ndodh atje në një formë apo me forma të tjera po zhvillohet edhe në Ballkan, pikërisht për sa i përket qasjes që kanë ata ndaj Serbisë, Europa, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Po, tani është e ditur që ka një proces të dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka filluar nga viti 2013 dhe vazhdon ende edhe sot. Është një sekret i ditur që Serbia në asnjë moment nuk ka pasur ndonjë interes të veçantë që të arrijë një marrëveshje me Kosovën dhe për ta mbyllur këtë çështje të hapur të cilën ne kemi ne ende edhe sot, sepse politikanët në Serbi janë munduar gjithmonë ta përdorin çështjen e Kosovës për dy çështje, për çështjen e politikës dhe tyre të brendshme, siç u shpreh pak më herët zoti Çana, ku Kosova vazhdon të jetë në gjuhën e përditshme të atyre politikanëve populistë, por edhe për t'i lënë një derë të hapur influencës ruse në këtë pjesë të Evropës. Politikanët kosovar, deri me ardhen e zotit Kurti, e kanë njohur një gjë të tillë dhe kanë insistuar që të arrinte një marrëveshje me Serbinë sa më parë. Dhe ne ishim shumë afër, sidomos në administratën e zotit Trump, të arrijmë një marrëveshje, mirë po kishte një ndërhyrje të pakuptuar, e cila tani më gjithmonë më tepër po bëhet e qartë, kur u ngrit një akt akuz ndaj zotit Thaçi, i cili ishte arkitekti i kësaj marrëveshje. Dhe kjo në një mënyrë e stopoi ecje përpara të asaj marrëveshje, megjithëse u arrit në marrëveshje tjetër ekonomike, pak më vonë me kryeministrin Hoti në atë kohë në vitin 2020, mirë po nuk ishte marrëveshje e cila ishte synuar nga fillimi. Në anën tjetër e kemi zotin Kurti, i cili me një farë mënyrë nuk ka treguar ndonjë gatishmëri për të arritur një marrëveshje finale. Pra, njëjtë sikur politikanët e Serbisë, në anën tonë, pra zoti Kurti e ka përdorur çështjen e Serbisë për ta mbajtur një esencë nacionalist gjallë dhe për të përdorur atë për çështje elektorale. Dhe synimi i Kosovës në këtë rast do duhet të ishte që të arrijë sa më parë një marrëveshje me Serbinë, sepse interesi ynë është ta heqim nga tavolina këtë çështje, sepse me këtë i heqim dy gjëra. Pra i heqim Kosovën nga të qenurit pjesë politike ditore në Serbi dhe i heqim Kosovën si një mundësi për të pasur një influencë ruse. Këtë nuk kemi arritur ta bëjmë dhe kjo është një fatkeqësi e politikës kosovare. Dhe tani nëse shohim në para 2 ditësh pa me publikimin e asaj që quhet dokumenti i strategjisë sigurisë amerikane, ku kemi një ndryshim të madh të paradigmës se çfarë ka bërë Amerika në çështjet e sigurisë globale deri tani dhe çfarë pritet të bëhet deri tani. Pra nuk do të ketë një çështje të Amerikës të cilën ne kemi parë deri tani, vërtetësisht. Pra do të ketë një çështje më izolacioniste, ku Amerika do ta vëjë interesin e vet para se çdo gjë tjetër, dhe pse ka bërë të kaluarmi, por duke pasur parasysh interesat evropiane të alandëve vet do të i kanë quajtur edhe interesa amerikane. Tani do të kemi një çështje tjetër dhe nuk fatkeqësisht nuk pres se do të ketë një angazhim të tillë amerikan për të gjetur një zgjidhje në këtë konfliktin tonë të cilin ne kemi të heshtur me Serbinë. Dhe kemi humbur një shans të madhe. Pra priten zhvillime të cilat nuk mund t'i parashikojmë tani. Evropianët kanë treguar që nuk kanë arsi për t'i ulur kosovarët dhe serbët në një tavolinë për të arritur marrëveshje. Prandaj edhe ka zgjatur ky dialog për 12 vite tani dhe pa ndonjë gjë konkrete. Po. Ben? Në mendimin tim,
Dialogu është jo thjesht i vështirë në këtë moment që po flasim, po Është ka i pamundur. lindur i vështirë. E para ne dim që pengesa kryesore është dokumenti themeltar i shtetit serb, dhe dyti në mendimin tim është të themi delimitimi i kufirit, ose të themi përcaktimi i kufirit që ata i quajnë krajinor, ndërsa ne kemi kufir republikan, kosovarët. Dhe në këtë sens, ka qenë një moment i mirë, po mendoj në kohët e para, kur dukej që qoftë zoti Dačić, qoftë zoti Thaçi, ishin shumë afër miklimeve ndërkombëtare dhe Brukseli kishte një zë më solid, më të fortë, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin një qëndrim krejt më ndryshe. Duke ardhur, serbët bën atë që pak a shumë është një lloj paradigme e vendeve slave, që duket që i zgjasin gjërat për të fituar kohë nëpërmjet lodhjes kundërshtarit. Dhe ata vërtet e kanë lodhur jashtëzakonisht Kosovën. Në disa momente Kosovës i është dashur narracioni nacionalist për pjesën sovraniste të tyre. Dhe nuk është gjë e vogël sepse lista sërbse ka treguar në çdo moment që jo thjesht është destabilizuese, Është agresive. është agresive. Dhe në momentin që po flasim, është gati fakt pa çka gjërave që ka bërë Serbia që neve presim që Serbia të bëjë banjskat të tjera, sepse e tillë është gatuar, realiteti nuk e pranon dhe ne po shikojmë dhe diçka tjetër. Dhe në lëvizjet e reja që po bëhen në Serbi, ato janë gati më të emancipuara, duket zoti Vučić sikur është më i emancipuar se sa ata për sa i përket qëndrimit të Kosovës, që janë paradokse shumë të mëdha. Në këtë sens, do na duheshin më shumë njerëz që të mendonin për ekonominë, do kishte nevojë ndoshta për njerëz që ta shmangnin sa më shumë këtë pjesë të Serbisë dhe sidomos të dyja diplomacitë, e Shqipërisë e Kosovës, duhet bënin çmos. Tirana në disa momente nuk është e vërtet që s'ka ndihmuar, ka ndihmuar jashtëzakonisht burokratët e nivelit të dytë, nuk po them për zyrtarët, për të bërë antarësime në për institucione. Sa më shumë Kosova të kishte aksese në institucione ndërkombëtare, po përmend UNESCO-n që antarësimin Kosova e ka humbur për fare pak. Ashtu si dhe në Këshillin e Evropës që duhet luftojë jashtëzakonisht dhe prej muajsh të tërë, unë mendoj që do fashite dhe kjo pjesë e Serbisë. Dhe kemi pas mundësinë më të madhe, Franco, në muajt e fundit të kaotizmit serb, që ne të vendoseshim në dialog një pozicion tjetër. Forca. Po jo vetëm s'ka ndodhur, po megjithse Serbia ka ngelur pas në një farë mënyre, po krijon një imazh të përgjithshëm për pjesën e saj të demokracisë që e ka jashtëzakonisht deficitare, Kosova e ka ndihmuar nëpërmjet amullisë së saj. Dhe një amulli që dhe ata që shpresojmë të mbyllet në datën 28 dhjetor. Po, Besim, doja një pyetje specifike për ju. Edhe Parlamenti Evropian ka qenë në një nga rezolutat e saj të fundit, sidomos Komisioni për Politikën e Jashtme, është shprehur i shqetësuar për influencën ruse dhe serbe në Maqedoninë e Veriut në shumë dimensione dhe është shprehur që ka një grup politikanësh që vazhdojnë ta amplifikojnë dhe ta fuqizojnë atë. Dhe kjo sipas tyre është e rrezikshme. Rusia ka ndikim strategjik në të gjitha shtetet e Ballkanit, po në shtetet ku ka, do me thënë, ku dominon numerikisht elementi ortodoks slav, ky ndikim është, do kisha thënë, jo vetëm i natyrës luftës hibride, po është afatgjat. Ka shtrirje të gjatë kohore dhe ka rënjë të thella. Në këtë rafsh, natyrisht, Serbia, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut, si tre shtete ku ka numerikisht një popullat ortodokse, këto ndikime janë tradicionale, janë kulturore, janë, do kisha thënë, shekullore. Maqedonia e Veriut është pjesë e këtij mozaiku, për dallim prej Serbisë në të cilën Rusia ushtron ndikim edhe ekonomik, për shkak se kontrollon ekonominë, sidomos atë pjesën e energjetikës, por jo vetëm. Maqedoni, Rusia nuk ka shtrirje të tillë,
Mirë po ka përkrahës. Dua ta përkujtoj opinionin se në Maqedoni ekziston parti politike e cila është haptazi pro-ruse dhe e cila është, do kisha thënë, një opozit e kësaj qeverie e cila ka potencë dhe është në rritje. Do më thonë ka dikund 6 deri në 7% të votës e elektoratit një parti haptazi pro-ruse. Po ta shohim sentimentin pro-rus të ana Maqedonase, do me thonë të etnia Maqedonase, ajo dikund shtrihet edhe, do kisha thënë, për mbi 50% populatës. Të gjitha këto janë pra elementet e ndikimit rus që i kemi në Maqedoni, i cili nuk është i sotëm, nuk është rezultat i kësaj epizode, do kisha thënë, të luftës hibride, po është tradicional, është gjithë prezent dhe e karakterizon, do kisha thënë, edhe politikën, por edhe kulturën e Maqedonasve të Veriut sot. Në atë kontekst, natyrisht se nuk them se të gjithë Maqedonasit janë pro-rus, po do kisha thënë një pjesë mirë e popullatës Maqedonisë Veriut, Maqedonasit etnik, serbët e kështu me radhë, kanë simpati ndaj Rusisë dhe janë përkrahës të Rusisë. Këtu edhe do ta kisha ndërlidh edhe me çështjen e Serbisë. Nëpërmjet kësaj lidhje kanë edhe ndikim pra bota ruse dhe bota serbe përputhen, ose janë projekte të përputhshme. Ndikimi i Serbisë tek popullata etnike maqedonase është i madh, të kanë simpati ndaj Serbisë për dallim prej Bullgarisë, edhe pse natyrisht Maqedonasit nuk janë serb, mirë po Serbia ushtron ndikim të madh kulturor, politik, ekonomik, e kështu me radhë në Shkup. Qartë. Po, të falenderoj. Ilir, doja, unë e di që ju keni angazhime, por doja edhe një pyetje pasi vjen logjikshëm mbas deklaratës kongresmenit republikan në sallën në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vetëm 3-4 ditë më parë, kur ai, pra Keith Self, duke ju drejtuar pjesëmarrësve që po bënin dëshmin përpara tyre dhe ishin 3 prej njerëzve më të mirë të Ballkanit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i pyeti direkt Albin Kurti, cilësohet si obstruksionist sipas diplomatëve amerikan. Përgjigjja e 2 pjesëmarrësve në diskutim ishte po, e njërit ishte më shumë po se jo. Mënyra se si kryeministri Kurti gjatë këtyre 5 viteve të drejtimit të tij e ka trajtuar dimensionin politik të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kthehet në vështirësi në këtë rikonfigurim të ri të gjeopolitikës europiane dhe rajonale? Jo, nëse shohim deklaratat zyrtare të ambasadës amerikane e cila e prezanton politikën amerikane këtu në Prishtinë, asnjëherë më parë nuk kanë qenë kashte drejt për drejt ndaj një politikani apo ndaj një partie politike në Kosovë. Dhe sidomos në 6 muajt e fundit kemi një targetim, një shenzim të zotit Kurti personalisht dhe partisë e tij, lëvizjes vendose nga administrata amerikane, si entiteti i cili po shkon kundër interesave amerikane me politikat e tij, sidomos në veri. Dhe kjo është shumë e rëndë, kam përshtypjen, sepse përmendet fjala interes amerikan, dhe është hera e parë që artikulohet në këtë formë. Po, pra kaq drejt për drejt nuk është artikuluar kur më parë duke shënzuar një person, në këtë rast zoti Kurti, apo një parti politike. Në deklaratat më parshme kanë qenë pak më të buta, pak më të kujdesshme dhe nuk është targetuar ka mënyrë individuale. Dhe tani kemi dhe kjo deklarata e fundit nuk është e vetmja, ka pasur edhe 2-3 deklaratat e fundit të ambasadës që kanë bërë një gjë të tillë. Dhe ky deklarim i njerëzve të politikës amerikane ndaj Kosovës në Washington është vetëm një rikonfirmim i atij pozicioni politik që ka administrata amerikane. Duke pasur këtë parasysh, pra unë nuk e shoh administratën amerikane që të shetë zoti Kurti një partner për të pasur në tavolinë për të gjetur një zgjidhje në këtë pjesë të botës dhe për të shtyrë përpara politika dhe interesat e tyre në
në këtë çështje të re të cilën e kanë në botë, sepse siç e thonë edhe ata, shoh zyrtarisht, po edhe gjysmë zyrtarisht në takime të ndryshme, zoti Kurti nuk është treguar një partner i besueshëm, sepse ka premtuar dhe ka dhënë fjalë të mëdha dhe në fund nuk i ka mbajtur ato, dhe me veprimet e veta pastaj është quajtur si një person i cili po punon kundër interesave amerikane. Pra kjo është një gjë e madhe për ta thënë për një politikan kosovar, duke pasur parasysh rëndësinë që kanë Shtetet e Bashkuara në ofrimin asaj mburoje të sigurisë që ka nevojë Kosova. Ne jemi shumë të vetëdijshëm që siguria e Kosovës sot ruhet nga forcat e korit, pra që janë forcat e NATO-s ku Shtetet e Bashkuara kanë rolin kryesor. Megjithëse kemi pasur një zhvillim të ushtrisë së Kosovës, ajo nuk është nuk mund ta paramendojmë në nivele që mund të ofrojë sigurinë të cilën duhet të kishte nevojë Kosova në rastin e rrezikimit. Prandaj unë e them se ka qenë një politikë jo e mençur e zotit Kurti, pra nuk ka ditur ta shfrytëzojë momentin për ta çuar agjendën e interesave kosovare përpara, duke ruajtur partneritetin me Shtetet e Bashkuara. E tha zoti Andone më parë, kur ne kemi pasur një tollovi kaq të madhe, pra një kaq shumë rrezira në Serbi, sidomos gjatë vitit të fundit përmes protestave të studentëve dhe Serbia ishte gjithmonë në presion. Ne patëm një rol pothuajse totalisht pasiv në çuar përparja të dialogut, kishte mundësinë e antarësimit në Këshillin e Evropës. Pra ne merreshim me çështje të minoritetit serb, duke u munduar në thojza ta shtrijmë sovranitetin e veri. Dhe sovraniteti është diçka shumë abstrakte sot, sepse ti nuk mund t'i thuash vetën sovran kur i ke trupat të një ushtrie të huaja të cilat e ruajnë sigurinë tënde. Pra ka qenë një lojë fjalësh për politikë të brendshme, dhe nëse shohim edhe sot, kur po fillon fushata e re zgjedhore për zgjedhjet e fundvjetorit këtu, janë dy çështje kryesore, pra çështja e listës serbe dhe tendenca për të mos ta lejuar të marrë pjesë në zgjedhje, që është një gjë e pakuptim. Dhe kemi argumenti tjetër është Mergata. Pra janë dy çështje të cilat po përdoren në këtë fushatë zgjedhore nga zoti Kurti, të cilat në asnjë mënyrë nuk e rregullojnë jetën e qytetarit kosovar, nuk kanë kurrë rolin në të. Dhe kjo po e mban Kosovën shumë prapa. Ju folët pak më herët për çështje ekonomike. Ekonomia kosovare është para një kolapsi, sepse kemi një mos ekzistencë të shtetit të Kosovës në çështje ekonomike, duke mbajtur këtë lloj dialogu apo diskursit të krizës së përhershme me Serbinë, ne nuk kemi mundësi që të tërheqim investitorët e jashtëm. Investitorët e brendshëm, pra kompanitë kosovare janë të kujdesshëm apo janë rezistuese të rrisin investimet e tyre këtu, dhe nuk kemi asnjë përparim drejt integrimit drejt Bashkimit Evropian. Mos harrojmë që Kosova është vendi vetëm në Ballkan që është në masat lloj sanksionesh nga Bashkimi Evropian. Pra ne kemi humbur miliarda euro si shkak të këtyre masave, kur të gjitha shtetet po kanë benefite nga këto fondet e Bashkimit Evropian për të rritur ekonomitë e tyre, për të përgatitur ato për integrim sa më të shpejt në Bashkimin Evropian. Ne jemi të privuar nga këto fonde, dhe Kosova është lënë anarsinizor çore ku i lihet fati vetëm një politikane, sepse tash nuk kemi as parlament, presidenca është pothuajse në fundin e mandatit të saj, nuk ka mbikëqyrje të qeverisë, kemi një qeveri që në detyrë e cila nuk i ka mandatin e plot, dhe diskursi kryesor vazhdon të jetë lufta me Serbinë, ku lufta të tillë nuk ekziston. Zoti Ibrahimi, përpara se t'ju falenderoj, unë nuk dua të ndërhyj në jetën politike të Kosovës, por ky realitet, raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë mësuar krisje dhe më shumë se sa krisje, do të ndikojnë këto në psiqikën e votuesit kosovar në 28 dhjetor, përsa i përket parlamentit të ri dhe qeverisjes së re, por indirekt edhe të presidencës së re, pra të strukturës së re drejtuese të shtetit të Kosovës. Zoti Egro, është hera parë që flasim bashkë, dhe do të kisha dëshirë që mund merrja pjesë të kaluarën, por fatkeqësisht nga koha dhe gjitha. Shikoni, unë dëgjova me shumë vëmendje zotin Çanak. Pra kemi politikanë populistë, sidomos në Serbi dhe Kosovë, të cilët po ushqejnë njëri tjetrin, dhe këtu influenca ruse nuk është se nuk duhet merret parasysh.
pra me metodat në Serbi është shumë e hapur, në Kosovë është shumë më perfide, përmes luftës hibride, vazhdojmë të ndërtojmë këtë naracionin në Kosovë, ku nuk është më ndonjë mëkat që një qytetar kosovar të marrë guximin dhe të ullet dhe të shkruaj një koment shumë negativ kundër administratës amerikane. Ta marrë si shembull për shembull në deklaratën e fundit të ambasadës amerikane që kishte rreth tendencës për ndalimin e pjesëmarrjes në zgjedhjet të listës serbe, ata kishin një deklarim e cila u publikuar në faqen zyrtare të tyre në rrjetin social. Dhe po të ulin edhe të lexojnë dokumentet e kosovarëve që i bënin kundër ambasadës amerikane, është lemerice. Do të thotë është e paimagjinueshme që Kosova, e cila ekziston sot ku është, pal kontributit pikë së pari amerikan, pra me pjesëmarrjen në luftën shërimtare, do të thotë në ndihmën në çlirimin e Kosovës, në pavarësimin e Kosovës dhe më pas edhe në integrimin e Kosovës me arritjen e njohjeve, arritjen e antarësimit në institucionet e ndryshme ndërkombëtare, të vijë dita që sot një kosovar i zakonshëm të ketë një qasje të tillë ndaj administratës amerikane është e pakuptueshme. Prandaj këtu them që ka një lloj dore të fshehtë të kësaj luftës hibride të cilën po luan Rusia, sepse nuk mund të shpjegohet në mënyrë racionale ky reagimi kosovarëve kundër Amerikës sot. Qartë. Prandaj e them se aq shumë është futur pra ky sens i populizmit i cili nuk besoj që është duke u menaxhuar nga Kosova. Nuk kemi as taft. Do doja të ishim taft, por nuk kemi as taft që të menaxhojmë një luftë të tillë hibride që ta kthejmë opinionin kosovar kundër shpëtimtarit tënd dhe ta luash rolën e Rusisë në mënyrë të pavetdijshme, dhe politikani kryesor i Kosovës sot, zoti Kurti, është duke udhëhequr atë lojë, pavetdije shpresoj, është e pakuptueshme. Prandaj nuk mendoj që do të ketë ndonjë ndikim. Kemi pasur deklaratën kaluara para zgjedhjeve nga zoti Grenell apo edhe deklaratat e zyrtarëve të tjerë, të cilët nuk kanë pasur ndonjë efekt në rezultatin zgjedhor. Pra Kosova, unë jam shumë pesimist dhe shumë i shqetësuar se jemi duke shkuar në një rrugë të paktim me këtë lloj gjuhë ku jemi bërë subjekt i interesave të huaja dhe ne vetëm po e luajmë atë rol të cilën e ka shkruar dikush tjetër i cili nuk e do të mirën e Kosovës. Pra ta biesh Kosovën sot para një kolapsi ekonomik, ta biesh Kosovën sot të izoluar nga gjithë bota perëndimore, dhe ta biesh Kosovën sot që të jetë shumë normale që ti kundërvihesh administratës amerikane me emër e mbi emër publikisht pa kurfar hezitimi është shumë e rrezikshme. Dhe po mos ta ketë Kosova këtë mbrojtje amerikane, pra mos ta ketë këtë përkrahje amerikane, nuk e shoh se si mund të shkoj përpara. Edhe më tepër kur e dim që marrëdhëniet me Shqipërinë janë në nivele më të ulta. Pra kemi një Shqipëri e cila dita ditës pritet të antarësohet në Bashkimin Evropian. Dhe kemi një Kosovë cila nuk ka kurrë relacione me Shqipërinë, pra politika, sepse njerëzit kanë relacione të tyre sepse ne jemi një popull. Pra ne do ta kemi Shqipëri e cila do të bëhet antare BE-s, dhe kosovarët do të duhet që të shkojnë në nivel të BE-s, pra me pasaporta dhe cita. Pra jemi duke izoluar gjithmonë më tepër, dhe kjo e vë në rrezik të madh mundësinë e mbijetesës së shtetit. Pra ky diskutim nuk është rrezik madhor. Në Kosovë ne vazhdojmë të diskutojmë për listën serbe, se sa patriot është një politikan kosovar sepse po doj ka të ndalon listën serbe. Lista serbe nuk është problemi i Kosovës. Sepse serbët gjithmonë do të kenë një parti politike. Ata janë minoritet në Kosovë dhe na takon ne që të integrojmë ata, të bëjmë pjesë e jetës tonë, sepse këtë obligime kemi marrë që në kohën kur kemi shpallur pavarësinë. Pra mos harrojmë që Kosova si pjesë e deklaratës së shpalljes së pavarësisë ka marrë obligime ndërkombëtare se do të bëj të pamundurën, pra do të ketë përpjekjesh ekstra për të siguruar të drejtat e minoriteteve. Dhe të kemi pra sot një parti politike e cila merr mbi 40% të votave dhe synimi kryesor ta ketë ta ndaloj një parti politike të një minoriteti i cili ka vetëm 5%, është e pakuptim. Duke mos u marrë me çështje të cilat me vërtet e preokupojnë qytetarin kosovar, siç është ekonomia, siç është shëndetësia, arsimi dhe shumë gjëra të tjera. Këtu përfshi këtu edhe dialogu me Serbinë, sepse kjo po e mban Kosovën prapa. Zoti Ibrahimit, falenderoj sinqerisht për kohën dhe kontributin tuaj. Do të isha mirënjohës në rast se do të ishit her pas here i pranishëm në këtë emision. Është gjithmonë një hapur për ju.
Me shumë knasi në të anën, me shumë knasi. Jo, falenderoj, dhe fundjavë të mbarë. Ndërkohë, kisha edhe një pyetje të fundit për Besimin. Besim, Okej, atëherë ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi sërish në pjesën e fundit të emisionit Balkan Talks. Mos u largoni, do jemi së bashku sërish pas pak.